Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin shkurt edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju mund të ndihni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, si do jetë ky muaj në lidhje me shenjën e luanit? Ka hyrë dielli në shenjën e ujorit, por kemi dhe Marsin aty. Kështu që në lidhje me shenjën tuaj do ndikoj më tepër në lidhje me marrëdhëniet, me partneritetet, me të tjerët. Mund të jenë partneritete në marrëdhëniet tuaja që keni, partneritete në punën tuaj, por këtu bëhet fjalë për marrëdhënie të rëndësishme. Gjithsesi, ju do jeni me shumë pasion dhe shumë të vendosur gjatë këtij muaji, në lidhje me miq, me bashkëpunimet, me partnerin, me biznesin ose me punën tuaj. Do jeni shumë më të fuqishëm, shumë më të sigurt në lidhje me marrëdhëniet, do shprehni dëshirat që ju keni brenda vetes tuaj, por është edhe një muaj ku do ketë dhe dashuri me shikim të parë. Ju do keni sharm, do jeni shumë energjik gjatë këtij muaji. Duhet keni kujdes në lidhje me egon, se mund të keni përplasje egosh gjatë këtij muaji në lidhje me persona të ndryshëm që keni në jetën tuaj. Por është edhe një muaj ku ju do arrini të ruani ekuilibrat në çfarë do lloj situate që mund të jeni. Edhe pse mund të arrini të keni mosmarrveshje në një marrëdhënie që mund të dalë edhe jashtë kontrollit, ju do arrini të stabilizoni gjërat. Ose mirë është që ju të tregojeni më të qetë në lidhje me situata të tilla që mund të keni. Ju do shikoni dhe partneritetet që keni humbur ose partnerin e jetës tuaj, do shikoni nëse keni sukses gjatë kësaj periudhe që të rigjallëroni ato marrëdhëniet tuaja, problemet e vjetra, do keni diskutime të sinqerta aty, por gjithsesi do keni një energji të jashtëzakonshme, por do keni dhe shkëndija emocionale të ngrohta, si në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja. Atëherë shohim se çfarë do na thot taroti. Dolën letrat vetë. Atëherë, këtu keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë, energjinë e kullës, keni të bëni dhe me energjinë e shenjës së dashit. Gjithsesi, ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por shoh që do të jepni fund një lodhje të gjatë, sepse jemi te 10 e shpatave, ju ndoshta keni kaluar shumë vështirësi, tensiones në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me njohjet, lidhjet, por ndërkohë mund të keni pasur mbi shpinën tuaj edhe shumë ngarkesa dhe ka ardhur momenti që ju të çliroheni nga këto situata. Për pjesën tjetër mund të mbyllni një projekt, një bashkëpunim gjatë fillimit të javës së parë, ose ju mund të keni bërë 2-3 punra, por ka ardhur momenti që ju do çliroheni nga kjo barë e rëndë që keni mbajtur mbi shpinën tuaj. Dhe kemi kullën. Kulla na sjell ndryshime. Janë ndryshime që ju ndoshta deri tani keni ndërtuar gjëra jo të sigurta dhe ka ardhur momenti që ju të bëni një ndryshim. Mund të jetë një ndryshim në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndoshta ju dëshironi vërtet diçka të sigurt, por mund të ketë lidhje dhe në lidhje me punën tuaj, me një projekt, me një bashkëpunim. Dhe ju shoh që do jeni në një pozicion të favorshëm, do merrni iniciativa gjatë fundit të javës në lidhje me ndryshimet që ju dëshironi të bëni, por ju shoh që do keni dhe kontrata të rëndësishme. Ndoshta ju merrni iniciativa në lidhje me një dashuri, me një fillim të ri, dëshironi të bëni një fillim me një person që mund të keni në jetën tuaj dhe
dëshironi ta çoni këtë lidhje përpara për të ndërtuar gjëra më të sigurta. Dhe në fund të javës ju merrni iniciativa në lidhje me dashurinë ose edhe me marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër do keni kontrata të rëndësishme, mund të jenë kontrata martesore, kontrata pune, kontrata shtëpie, kontratat janë nga më të ndryshmet. Gjithsesi ju shoh me një energji të jashtëzakonshme. Por do jeni dhe pak autoritar gjatë fundit të javës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë jemi te energjia e shenjave të ajrit, energjia e shenjave të ujit dhe energjia e shenjave të tokës. Ju shoh që do t'i lini mbrapa këto vështirësi që keni kaluar në jetën tuaj, vështirësinë lidhje me dashurinë, vështirësinë në lidhje me punën, por dhe në situata të ndryshme që mund të keni qenë, dhe ju do të jepni një drejtim më të qetë gjërave. Por një pjesë prej jush, ju shoh që do hyni në diskutime me një person. Ndoshta mund të keni pas një njohje lidhje pak të lodhshme, deri në momentin që ju do kërkoni të ndryshoni diçka aty, dhe shoh që mund të shkoni dhe diku me këtë person, të keni diskutime për t'i dhënë një drejtim më të mirë kësaj lidhjeje. Por shoh që mund të jetë edhe një person që për gjithë ata që dëshirojnë të futen në një njohje, që është përqendruar te gjërat e tij të përditshme dhe nuk shikon këtë kupë emocionale që ju i dhuroni. Ndërkohë, mund të jetë edhe një person që mund të refuzojë për t'i dhënë drejtim situatave. Gjithsesi, thjesht bëni durim në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, sepse në fund të javës unë shoh që ju do arritni të stabilizoni situatat. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me një blerje shtëpie, blerje makine. Ju shoh që dëshironi të lini mbrapa vështirësitë nga ana ekonomike, të jepni një drejtim më të mirë, ose punës tuaj. Jeni përqendruar shumë te gjërat tuaja të përditshme, te puna, te aktivitetet tuaja të përditshme, dhe nuk shikoni një ofertë që po ju vjen. Një pjesë tjetër shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, është një shumë e madhe, por ndërkohë mund të bëni dhe blerje të ndryshme online, mund të investoni te fëmijët tuaj, mund të investoni në një shtëpi. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Gjithsesi, java e dytë është një javë e mirë. Në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë, dhe kemi energjitë shenjës së demit. Shoh që do keni disa tensione aty, mund të jenë tensione në marrëdhënie, ju do kundërshtoheni me njëri tjetrin, mund të ketë një lloj egoizmi aty, ose ju ndjeni që ju bëhet një padrejtësi nga personi që keni në jetën tuaj. Por më tepër e shoh kundërshtime mendimesh, dhe ndoshta ju dëshironi që ta stabilizoni situatat në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por aty mund të lindin disa tensione, situata që ju duken të padrejta, thjesht duhet bëni durim në lidhje me këtë, dhe ju shoh që do jeni në pritje të gjërave, se si gjërat do shkojnë në lidhje me ju. Mund të jeni në pritje të një përgjigje në lidhje me një person që mund ta keni në distancë. Mund të prisni përgjigje nga një punë ose një përgjigje ekonomike, edhe pse shoh që do merrni një shumë të mirë parash, një përgjigje për një blerje për pjesën tjetër. Sepse shoh që ju dëshironi të filloni gjithçka nga zerua, dëshironi të riskoni në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet, por ju mund të dëshironi të riskoni dhe në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, shoh që ju mund të jeni edhe duke menduar për të bërë dhe udhëtime gjatë mesit të javës, dhe dëshironi që dhe do ndjeni shumë entuziazm në lidhje me këtë gjë. Por dhe me fillimet e reja ju shoh që do ndjeni shumë entuziazm. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Këtë mund ta merrni dhe në situata të tjera që ju mund të jeni, mund të kenë lidhje edhe me dokumenta të ndryshme, sepse jemi shumë forte energji e shpatave këtu, ose edhe në lidhje me pjesën e shëndetit, për një pjesë tjetër në lidhje me studimet tuaja. Dhe shohim javën e katërt. Në javën e katërt keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, dhe kemi
energji uji përsëri. Ju shoh që keni shumë emocione në lidhje me një dashuri, por ndërkohë ju shoh që do keni romanca, do keni flerte, por ndërkohë mund të njihni dhe një person në një udhtim që do shkoni. Ju shoh që do tregoni shumë pasionant në lidhje me këtë person, por ndërkohë shoh që keni një takim në fund të javës 4. Ju mund të keni një njohje të re, është një person që shfaqet në fillim të javës së 4 dhe ju dëshironi të shkoni me shumë pasion drejt këtij personi, dhe ose ju dëshironi të keni momente romantike me personin, dhe unë shoh që në fund të javës ju do bëni një takim, por ndërkohë do jeni duke shkëmbyer ato emocionet në lidhje me njëri tjetrin. Ndërsa për pjesën tjetër, për gjithë ata që mund të jenë në lidhje marrëdhënie, shoh që ju do ndiheni më të qetë, ndërkohë do keni romancë në marrëdhëniet tuaja, në çift ose në njohjet lidhjet, dhe në fund të javës ju shoh më të konsoliduar. Për disa të tjerë do keni lajme të mira në lidhje me punën, do keni kontrata, do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, mund të jeni dhe në udhëtime, tham të shkurtra ose të gjata, përsëri në mesin e javës 4, dhe do hyni dhe në partneritete. Mund të jenë partneritete dhe vendi punës, partneritete në një biznes, në një aktivitet privat ose diçka tjetër. Gjithsesi, java e 4 është një javë fantastike në lidhje me ju. Si muaj është muaj mirë, është muaj pozitiv. Dhe shohim marrim një mesazh nga ëngjëjt se çfarë mesazhi ju japin për muajin shkurt. Atëhere, ju thot, diçka që ju intereson, është një ofertë që do t'ju interesoj dhe ju do jeni në lëvizje gjatë këtij muaji. Mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, që vërtet ju intereson, është diçka e re thot, është një mundësi e re, është një ofertë e re, mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, një mundësi që në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, mund të jetë një punë e re ose një mundësi ekonomike. Ju do bëni zgjedhjet tuaja edhe në lidhje me karrierën tuaj, jeta juaj do ndryshoj tani dhe në vazhdim, thot. Është një mesazh fantastik në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe videot e vitit 2026, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju uroj një mbasditë të këndshme, por dhe gjim të këndshëm të kësaj videoje.